إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi i qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shëmbulltirës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, Allah na bëj prej tyre. Amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht e përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do që përkujtoj edhe juve, ka të bëj me temën Islami i nxit të rinjt dhe të rejat për martesë. Vëllezër të dashur, Islami është fe që e mbron njeriu, moralin dhe familjen. Një nga veprat jashtëzakonisht që nxit Islami është edhe nxitja e tij për martesë, sidomos të rinjt dhe të rejat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të tij në drejtohet dhe në thotë kështu: Ja ma'shar ash-shabab, i fton direkt. Ja ma'shar ash-shabab, o ju të rinj, i fton direkt të rinj. Men istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Pra, në këto çaste ne thjesht jemi përcjellës të asaj që para 1400 viteve ka thënë pejgamberi alayhis salam. Dhe në këto mesazhe duhet t'i përjetojmë më thellë, duhet t'i kapim më mirë, se kur themi ka thënë pejgamberi alayhis salam, janë fjalë të tij, janë citate të tij, sikur ai t'i thotë ti ç'tash personalisht. Kështu duhet ta marrim kur përmendet ajeti dhe hadithi. Pra pejgamberi alayhis salam nuk është e thjesht. Nuk është e thjesht. Ai ju drejtohet të rinjve kështu dhe të rejave. Thot, o ju të rinj, kush ka mundësi të martohet, le të martohet. Falyatazawwaj, pra mos të hamendet, mos të bëj shumë hesab dhe llogari, por le të martohet. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm. E kush nuk ka mundësi të martohet, pra nuk e lejen kushtet financiare ose diçka, çfarë atëherë? Bis-sawm, le të agjeroj, fa innahu lahu wija, sepse agjerimi është mburoj për të, pra e dobëson epshin që ma lehtë ta përballojë, dhe me thonë, dëshirën e tij për martesë. Martesa është edhe traditë profetike, është traditë e pejgamberit alayhis salam. E ai i cili nuk e praktikon këtë traditë se ka praktikuar një traditë pejgamberit alayhis salam, pra nuk e ka plotësuar një nga kërkesat që ka kërkuar dhe ka nxit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai çfarë thot? Wa atazawwaju an-nisa, thot unë martohem. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kush nuk praktikon sunetin tim nuk është nga unë. Çfarë kuptimi nuk është nga unë? Pra në këtë pikë ai ka mangësi në plotësimin e sunetit tim. Mirë po sot, nëse ne analizojmë gjendjen e muslimanëve, ne do të shohim fatkeqësisht se të rinjt dhe të rejat tona me të madhe i japin prioritet shkollës, punës, karrierës, duke menduar se martesa ka kohë. Ky mendim i të rinjve dhe të rejave, le ta dim të gjithë, po në veçanti të rinj dhe të rejat,
se nuk është mendim i menduar mirë. Sepse shkolla, puna dhe karriera nuk ta japin qetësinë, harmoninë, lumturinë që ta jep martesa dhe familja. Islami, mos keq kuptohemi, nuk na mëson që ne mos t'i japim rëndësi shkollës, larg asaj. Islami nuk na mëson që mos të punojmë. Bile në Kur'an se gjen fjalën pushim, punë sa të dush, bile mbas xhumoje thot çka puna, më e merr të lirës xhumon. Do të thonë, Islami nxit për shkollë, nxit për punë, Islami nxit për karrierë. Mirë po, ai nxit për bashkimin e të dyjave. Ti çojmë të dyja bashk. E jo ta ndajmë. Për këtë arsye, ne i nxisim, i ftojmë, i thirrim të rinjtë dhe të rejat që përveç shkollës, punës, edhe karrierës të martohen dhe t'i çojnë të dyja bashk, sepse kjo është mesatarja që i kërkon Allahu dhe atëherë vetëm kështu do të kemi qetësi, lumturi, kënaqësi edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Lusë Allahun e lartësuar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, t'i forcoj të rinjtë dhe të rejat tona në rrugë të Allahut të lartësuar. T'ju jep sukses në punë, shkollë, karrierë, po ashtu t'i martoj të rinjtë dhe të rejat tona me martesë të suksesshme. Amin. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu wa tubu ilayh innahu huwa at-tawwabur rahim.